Kombëtarja shqiptare ka një nga grupet më të organizuara të tifozëve në Europë, por javën e fundit ka nisur një konflikt mes tyre dhe Federatës së Futbollit, shkruan mediumi kroat Net. Tensionet kulmuan në ndeshjen kualifikuese ndaj Andorrës, kur tifozët e grupit tifozët kuqezi u larguan masivisht nga tribuna duke brëhuritur kundër presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Tukës. Shkaki i konfliktit është bërë vendimi i Shqipërisë për organizimin e përbashkët të kampionatit evropian U21 me Serbinë, të cilin tifozët e perceptojnë si tradhtim ndaj Kosovës. Për të mbyllur gojën, Federata nuk i ka lejuar që të marrin bileta, por disa kanë gjetur ende një mënyrë për të shkuar në stadium. Pas ndeshjes ata dërguan një mesazh të qartë: "Mallkuar qoftë ai që nuk do që të jemi bashkë." Një përçarje e tillë mund të ndikojë në ndeshjen e ardhshme kualifikuese të botrorit, ku Shqipëria dhe Serbia do të takohen në Tiranë në muajin qershor. Kjo është një ndeshje vendimtare për vendin e dytë në grup dhe mungesa mbështetjes nga tribunat do të ishte një handikap i madh për ekipin vendas, shkruan mes të tjerash media kroate.